Hajde, mon amor. Kishe edhe pyetje për modën, pyetje in generale. A ditë ka isa? Suksese zemra ime. O, kuku për mu, okej. Po, dita. Okej. Ke edhe pyetje për sportin. Zemra, bubum, paranoja, bubum, unë jë mblikena sem që pëgjumi, më falni shumë, nuk kam e ba ma të pyetjena jam bahor, se garant ku më bahor. Cili është emri i vërtetin i nën Terezës, fitueses së çmimit Nobel për paqe? Madre Teresa, vëq pak. Kalkuta, diçka, jo. O, kuku për mu, në këto momente, a ban me dek, të lutem, o, kuku për mu. Lexoje. Okej. Çfarë produkti ushqimor i hidhet çiftit të sapo martuarve për prosperitet? Atëherë, i hidhen krip, shëqer krip. O kuku për mu. Okej. O, unë a ban me dek, vëllai madh, a ka mundësi mi prej venat në qysh me në sen? Kush e shkroj Iliadën dhe Odisen? Venat, vëllai madh, të lutem. O, kuku për mu. Sa vjet zgjat një mandat presidencial në Shqipëri? Vëllai madh, unë jam rrit në Itali, të lutem. Në i pyetje rreth Italisë. Më falni shumë. Okej. Cili është lumi më i gjatë në Shqipëri? Cila stiliste franceze? Lexoje. Okej, cila stiliste franceze shpiku fustarin e zi të shkurtër, Little Black Dress dhe parfumin e famshëm No. 5. Vëllai madh, nuk e di. Sa ngjyra ka ylberi? 5. Drejtori i sportiv i Milanit është shqiptari, vëllai madh, veç pak. Na, vëllai madh, s'po kujtohet. Me sport. Në cilin vit u shpall pavarësia e Kosovës? Në 2008. 2008. Shkurt 2008. Luan aktualisht. Nuk e di, vëllai madh, nuk e ndi shumë sportin. Në Angli, kapiteni kombëtarës së Zvicrës me origjinë shqiptare, me origjinë shqiptare është, veç një sekond, Gjaka. Ajo, nuk. Vëllai madh, unë duhet të vdes në këtë momente, jam bë hora horës. Kush e ka shkruar poemën Lahuta e Malësisë? Vëllai madh, unë jam rrit në Itali, të lutem më fal. Sa shtete ka Lexoj pyetjet. Sa shtete ka
SBA-ja, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, janë e di po s'po du me gabu vllai madh. Cili shkencëtar me origjinë shqiptare fitoi çmimin Nobel në mjekësi në vitin 1998? Cila markë luksoze franceze njihet për çantat Birkin edhe Kelly Hermes? Besoj, nuk e di Hermes. Cili balerin shqiptar u bë i famshëm në Itali përmes programit televiziv Amici? Aty ku kënojnë edhe kthejnë është ai që është i ka flokët e kafta vllai madh është në njëri cili njihet si planeti i Kuq? Cila këngëtare lindur në Prishtinë ka fituar çmime Grammy dhe njihet për hitet Dua Lipa. Dua Lipa. Cila markë italiane ka si logo kokën e Meduzës? Versace, jo veç pak. Kokën e Meduzës. Versace, jo, nuk e di. Sa vite ka një shekull? 100 vite. Duket. Cili stilist spanjoll njihet për këpucët me taban të kuq? Nuk e di. Kush e luan rolin kryesor në filmin The Devil Wears Prada, frymëzuar nga moda? Nuk e di. Cila këngëtare me origjinë shqiptare ka shkruar këngën The Monster për Eminem dhe Rihanna? Personazhi i prallave që veshi këpucë kristali, Hirushja. Kush janë dy vëllezër shqiptarë që u përballën me njëri tjetrin në Euro 2016 duke luajtur për kombëtarët e ndryshme Shqipërinë dhe Zvicrën? Dy vëllezër shqiptarë që u përballën me njëri tjetrin në Shqipërinë dhe Zvicrën u kanë Xhaka edhe Shaqiri. Duket, jo, kuku për o kuku për mu, u kryq dhe sen, unë mbarova edhe unë mund të o kuku për mu, vllai madh, unë lash nam. Lexoj pyetjet. Okej.
Artistja e famshme amerikane që interpretoi këngën Diamonds Are a Girl's Best Friend duke u bërë ikone stilit, nuk e di vllai i madh. Piktura e famshme e Leonardo da Vincit, Mona Lisa. Cili film i vitit 2023 shkaktoi një trend global të modës me ngjyrë roz? Cili film? Vllai i madh, unë nuk qysh në filma, nuk e di. Unë filmat që realizoj, baj filma. Kush është mbretëresha e Egjiptit e lashtë e famshme faraon? No, vllai i madh, ka hup. Truni jam love the chat, okay? Cila ditë e vitit njihet si dita e gënjeshtrave? Këtu në Big Varet, jashtë nuk e di, këtu në Big Brother çdo ditë. Cili sport një ndryshe si tenisi tavolinës? Tenisi në tavolinë. O, vllai i madh, nuk e di, të lutem. Pyetje për sport, nuk e di. Perimja që i bën njerëzit të qanë kur e presin është kepa, çepa. Çepa në Shqipëri dhe kepa në Kosovë, okay? Njësia monetare zyrtare e Anglisë, dollar. Moneda, dollar. Kush është autori i romanit Gjenerali i ushtrisë së vdekur? Vllai i madh, unë jam rritur në Itali, më fal shumë, të lutem më fal, të lutem provoni më vonë, okay? Nuk e di. Kombëtarët shqiptarë të futbollit u kualifikuar për herë të parë në cilin kampionat evropian? Vllai i madh, unë nuk e di. Kam qef me ditë për sportin pak më shumë, di pak dhe këto janë shumë. Në vitin 2025 është Pallat e Historisë. Kulturore në listën e UNESCO, cili instrument muzikor që përdoret në veritë e Shqipërisë? Si instrument muzikor që përdoret, nuk e di, çiftelia. O, vllai i madh, ku për mua. Sa shenja horoskopi ka? Dashi Demi. Vllai i madh, besoj që janë 10 ose 10 janë. 10. Cili vend njihet për shpikjen e picës? Është Italia. Cila kafshë njihet si mbreti i xhungullës? Unë muna me ta tregu mbretëreshën e xhungullës edhe është luanesha. Që s'jam unë, po që luanesha edhe luani. Cili është kryeqyteti i Japonisë? Tokyo, çfarë do të thotë shkurtesa AI në anglisht në teknologji? Okay. AI, që është inteligjenca artificiale, vllai i madh. Cili është mali më i lartë në Shqipëri? Nuk besoj të jetë ky mali këtu, po që ka ndaj mal tjetër. Nuk e di, vllai i madh. Më fal, por në Shqipëri unë nuk kam jetuar edhe nuk di shumë për Shqipërinë. Pozi shqiptar një jetësi e pozi e... Pika. Cili shtet ka fituar më shumë kupa bote në futboll? Nashta, nuk e di, mund t'jetë ose... Unë
Po them ose Brazili, Spanja ose Italia, nuk e di. Një herë në sa vjet bën zgjedhjet parlamentare në Shqipëri? Çdo vjet? Nuk e di, nashta çdo vjet, jo. Në cilin qytet ndodhet Museu i Luvrit? Në Francë, në Paris, nuk e di. Ku për mua? Nuk e kam kry. Sa ngjyra ka flamuri i Gjermanisë? I ka 3. Cila judiste nga Kosova fiton medaljen e parë të artë olimpike për vendin e saj në Rio 2016? Është ajo goca që është kaq është që ka emrin veç pak, veç një sekond. Sa lojtar ka një ekip volejbolli në fushë? Tet. Madre Teresa di Calcutta. Cili është emri i vërtetë i Nën Terezës, fituese të çmimit Nobel për paqe? Madre Teresa di Calcutta. Okej, të lutem, unë jam ba hora horës, kam hi me ftyrë, jam të dalë pa ftyrë, në rregull, mos më paragjykoni sepse nuk pedeni jo.